Përshëndetje të gjitha dhuruesve të natyrës dhe udhëtimeve. Sot do të eksplorojmë 10 nga xhevahiret më të çmuara të Shqipërisë, ato që lagen nga ujërat e qeta të liçeneve tona. Nga veriu në jug, këta fshatra ofrojnë histori mijëvjeçare, gastronomi unike dhe peizazhe që të lëm pa frymë. Bëhuni gati për një udhëtim magjik me Suit dhe malit. Në vendin e 10 udhëtojmë drejt juglindjes së Shqipërisë në fshatin piktoresk të Memlishtit. I pozicionuar pak kilometra larg Pogradecit, ky fshat laget nga ujërat e kristalta të Ohrit, ku shtëpit me qati të kuqe zbresin deri në breg duke ofruar një qetësi mahnitse mes malit dhe liçeni. Memlishti mbart një histori të pasur që lidhet me jetën tradicionale të peshkatarëve. Arkitektura e tij ruan rrugicat e ngushta dhe mikpritjen e ngrohtë që karakterizon zonën. Këtu tradita e peshkimit ka kaluar brez pas brezi, duke bërë gastronomin pjesë të pandartë të identitetit vendas. Përvoja nuk mund të jetë e plot pa shijuar mbretin e tryezës, koranin apo belushkën, specie që rriten vetëm në këtë liçen. Tava e koranit me ara, shoqëruar me verën e zonës, e bën këtë fshat një ndalesë të detyrueshme për çdo adhurues të natyrës dhe ushqimit të mirë. Në vendin e 9 zbresim në skajin jugor të vendit, në fshatin Mursi të bashkisë Konispol, fare pranë Sarandës. Ky fshat ofron një pamje unike pasi laget nga ujërat e qeta të liçenit artificial të Mursisë, një pellg ujor që shërben si oaz gjelbërimi mes kodrave të mbjella me agrume. Peizazhi rreth liçenit ngjan me një pikturë, ku malet e vetmuara pasqyrohen në sipërfaqen e ujit duke krijuar një atmosferë magjepsëse. Mursia njihet për traditat e forta pundashëse të zonës së Çamërisë, ku arkitektura ndërthu shtëpitë e reja me ato karakteristike prej guri, ku spikat kisha e Shën Theodori me kryqin e saj të madh të bardhë. Gastronomia këtu është një fest për shisat. Fshati është i famshëm për mandarinat, limonat dhe vajin e ullirit të një cilësie të lartë. Një vizitë nuk mund të jetë e plot pa provuar pashaqeftet apo byrekët e pjekur me saç, duke e bërë Mursin destinacionin ideal për ata që kërkojnë qetësinë e liçenit dhe shijen autentike të jugut. Në vendin e 8 vizitojmë Ulëzën, një qytet piktoreske në rrethin e Matit, e vendosur buzë liçenit artificial të krijuar në vitin 1958. Sot, ky basen ujor është ndëruar në një park kombëtar mahnitës, ku pasqyra e gjelbër e ujit rrethohet nga male të larta dhe pyje të dendur. Megjithse lindi si një qendër e industrializimit energjetik, Ulza ka ruajtur shpirtin e një fshati të qetë malor, me shtëpi të rregullta që ngjiten në kodër duke ofruar pamje spektakolare nga liçeni. Tradita e mikpritjes matjane këtu ndërthuret me kulturën e lundrimit me varka druri dhe shëtitjet në shtigje të gjelbëruara. Për adhuruesit e kulinarisë, ky vend është një parajs e prodhimeve të freskëta, i njohur botërisht për gatimin e peshkut të egër si trofta dhe krapi në zgara apo tavë. Bashkë me djathin e staneve dhe qetësinë e natyrës, Ulza ofron një aratisje perfekte ku koha duket se ndalon. Në vendin e 7 udhëtojmë drejt lindjes në buzë të liçenit të Prespës së Madhe, për të vizituar fshatin Goloboç. Ky vend ndodhet në një pozicion mahnitës, aty ku mali i thatë takohet me ujërat e kaltra dhe bregun e pasur me kallamishte, duke krijuar një nga parajsat më të qeta të Ballkanit. Goloboça mbart një rëndësi të madhe kulturore, pasi këtu ndodhet shtëpia muze e shkrimtarit të shuar Sterios Pase, i cili u frymëzua nga këto troje për veprat e tij. Arkitektura prej guri dhe zakonet e vjetra rurale i japin fshatit një frymë autentike dhe mistike që ruhet me krenari nga banorët. Për adhuruesit e kulinarisë, ky fshat ofron shijen e vërtet të Prespës përmes cironkës së thatë, tavës së krapit dhe prodhimeve organike të kopshteve. Një vizitë në Goloboç është një udhëtim emocional mes bukurisë së egër të ujit dhe thellësisë së historisë dhe letërsisë shqiptare. Në vendin e 6 vizitojmë fshatin Seferan, një nga pikat më magjepsëse të krahinës së Dumres në bashkinë e Belshit. Ky fshat laget nga ujërat e liçenit të Seferanit, i cili gjatë verës mbulohet nga zambakët e bardhë dhe të verdhë, duke krijuar një pamje që ngjan me parajsat egzotike. Seferani mbart një histori mistike që daton nga antikiteti. Sipas gojedhënave, ky ishte një vend i shenjtë ku ilirët kryenin rite kushtuar perëndeshës Afërdita, trashëgimi që sot nderohet përmes statujes së saj në buzë të liçenit. Tradita këtu është e lidhur fort me tokën, veçanërisht me kultivimin e duhanit dhe ullirit. Për vizitorët, fshati ofron një përvojë të plot agroturizmi ku mund të shijohet peshku i frekët i liçenit, gjeli i detit me përshesh dhe petullat e famshme me mjalt. Shëtitjet me vark me zambakëve apo xhirot me biçiklet rreth kodrave e bëjnë Seferani një destinacion modern që kombinon në mënyrë perfekte historinë antike me qetësinë e natyrës.
Në vendin e 5 të listës son ndalojmë në fshatin Zogaj, një pele vërtet buzë liçenit të Shkodrës, vetëm pak kilometra larg qytetit historik. I shtrirë në këmbët e malit të Taraboshit, Zogaj ofron një peizazh unik ku mali bie thik mbi ujërat e kaltra, duke krijuar një panoramë që të mbetet gjatë në memorie. Ky fshat njihet si vend banimi tradicional i peshkatarëve, ku arkitektura me shtëpi guri dhe lundrat karakteristike shkodrane dëshmojnë lidhjen shekullore me liçenin. Përveç peshkimit, Zogaj ruan me pasion traditën e hershme të punimit të qilimave me vegjë, duke u kthyer në një qendër të rëndësishme të trashëgimisë kulturore. Për çdo vizitor, ky fshat është sinonimi i shijes autentike të veriut, ku gastronomia kulmon me tavën e krapit Shkodran dhe peshkun e pjekur në zgar. Një shëtitje me vark në perëndim të diellit apo një drek buzë liçenit e bëjnë Zogaj një destinacion që ofron një ndërthurje perfekte mes historisë, punës dhe bukurisë natyrore. Në vendin e 4 të listës son vizitojmë Goricën e Vogël, një fshat që duket sikur ka dalë nga një kartolinë e vjetër në bregun e Prespës së Madhe. I rrethuar nga fushat e gjera dhe male që zbardhin në horizont, fshati ofron një peizazh unik ku shtëpitë me çati të kuqe harmonizohen me ujërat në nuanca blu dhe smerald. Historia e Goricës së Vogël është e gdhendur në shtëpitë e gurta dhe në heshtjen e shenjtë të kishës së Shën Gjergjit, e cila e vendosur fare pranë vijës ujore, dëshmon për besimin e pathyer dhe lidhjen shpirtërore të banorëve me këtë truall. Tradita ruhet përmes një stili jete të thjeshtë punëtor, duke e bërë këtë zonë një dritare autentike drejt kulturës së lashtë të Prespës. Përvoja këtu kulmon me gastronominë e liçenit, ku krapit në tavë i shtohen zahiret e dimrit dhe rakia e zonës. Një ecje në shtigjet buzë ujit mes peshkatarëve dhe qetësisë absolute e bën Goricën e Vogël një destinacion që të shëron shpirtin. Në vendin e 3 të listës son ndalojmë në Tushemisht, perlën e Pogradecit që laget nga ujërat e lashta të Ohrit. Ky fshat ofron një peizazh unik ku uji rrjedh përmes rrugicave në formën e burimeve të kristalta. Ndërsa pak hapa më tej gjendet parku i Drilonit, një oaz me rape shekullor, mjellma dhe ura druri që krijojnë një atmosferë përallore. Tushemishti është i famshëm edhe për lidhjen e tij me kinematografinë shqiptare, si skena e filmit Zonja nga qyteti, ku sot qëndron statuja e Teto Olgës si homazh për aktoren Violeta Manushi. Tradita këtu ndërthuret me mikpritjen pogradecare, kopshtet plot lule dhe arkitekturën e rregull. Përvoja nuk mund të jetë plot pa shijuar peshkun koran të gatuar në tavë, lakrorin e pjekur në saq dhe verën e kuqe të zonës. Shëtitjet me vark në Drilon dhe qetësia që të fal liçeni e bëjnë Tushemishtin një destinacion të domosdoshëm për çdo vizitor. Në vendin e 2 të listës son ndalojmë në Shirok, vetëm pak kilometra larg qytetit të Shkodrës. E shtrirë rrëz malit të Taraboshit, ajo ofron një peizazh ku natyra malore gërshetohet me pasqyrën e pafundme të liçenit, duke krijuar një balkon natyror për të shijuar perëndimet më magjepsëse në Shqipëri. Shiroka ka qenë historikisht vendi i pushimit për familjet e vjetra shkodrane dhe mbretin Zog, vila e të cilit dominon ende mbi Kodër. Sot, tradita e saj e peshkimit ndërthuret me shëtitoren e re moderne, fituese e çmimeve ndërkombëtare, ku mozaikët imitojnë qilima tradicional shqiptar në një dëshmi të bukur të trashëgimisë son. Përvoja këtu nuk mund të imagjinohet pa shijen e famshme të krapit në tavë, i përgatitur me mjeshtëri shekullore. Me mundësinë për xhiro me biçikletë dhe qetësinë që ofrojnë valët e lehta të ujit, Shiroka është një destinacion elitar që meriton plotësisht vendin e 2 në podiumin ton. Në vendin e parë të renditjes son ndalojmë në fshatin Lin, i cili shtrihet mbi një gadishull magjepsës në bregun perëndimor të liçenit të Ohrit. Pamja ajrore e Linit është mahnitse, me shtëpi guri që duken sikur lundrojnë mbi ujin e kristalt dhe rrugica që gjarpërojnë drejt majës së Kodrës, mes vreshtave dhe pemëve frutore. Lini mbart një peshë historike të jashtëzakonshme, pasi zbulimet e fundit arkeologjike e kanë cilësuar si vendbanimin më të hershëm mbi shtylla në Europë, që daton rreth 8000 vjet më parë. Mbi Kodër gjenden rrënojat e një bazilike paleokristiane me mozaik shumë ngjyrësh, dëshmi e një trashëgimie mijëvjeçare që ka mbijetuar në çdo gur të këtij fshati. Përvoja këtu është një gërshetim i historisë antike me shije tradicionale, ku gatimi i Koranit dhe belushkës shoqërohet me verën e prodhuar nga vreshtat e zonës. Shëtitjet në shtigjet historike dhe qetësia e perëndimit të diellit mbi gadishull e shpallin Linin fituesin e padiskutueshëm të listës son. Ky ishte udhëtimi ynë mes 10 fshatrave më të bukur liçenor të Shqipërisë. Nga magjia e Linit deri te qetësia e Memlishtit, vendi ynë ofron thesare të pafundme që presin të zbulohen. Të gjitha lokacionet dhe emrat e fshatrave që përmendëm
I gjeni të listuara në përshkrimin e videos. Po ju, cilin prej tyre keni vizituar apo cili ju pëlqeu më shumë? Na shkruani në komente. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe të aktivizoni zilën për të mos humbur asnjë nga eksplorimet tona të radhës. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi në videon tjetër.